rekord tjetër si seanca më e gjatë për miratimin e kalendarit dhe programit kuvendit të paktën në 20 vite sa jam unë këtu në këtë sallë. Dëgjova me vëmendje disa prej deputetëve që bërtisnin se kemi 1 muaj që kemi ardhur. Ju ka lënë Luli me probleme në matematikë. Sinqerisht e them, sepse kuvendi ka filluar në datë 12, ikni tani se ja arritët qëllimin. Nga data 12 deri më sot janë fiks vetëm 13 ditë pune. Kaq. Vetëm 13 ditë pune. Dhe kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në këto 13 ditë pune, ka zgjedhur kryetarin, ka zgjedhur byron, ka zgjedhur qeverin, ka miratuar darët e komisioneve në 13 ditë pune. Tani ja arritët qëllimit, e bët rëmujën, pa ditur asnjëri syresh prej atyre që folën, për çfarë jemi mbledhur sot diskutojmë. Madje udhëheqësi poliedrik Flamur Noka mori fjalën në emër të asaj që ka mbetur, siç i themi ne nga zona jon, Rahmet Past, Partia Demokratike, dhe foli këtu për programin. Fiksime ka pas gjithë jetën, shkoj një herë me pushime në Aruba, dhe Aruba. Pa thënë asnjë fjalë dhe pa thënë asnjë emër. Se po të kesh djeni për diçka të tillë, minimalisht do thuash emrat, dhe më e rëndësishme se kaq, do t'i marrish letrën, do ulesh, do bësh një kallëzim dhe do shkosh ta bësh në institucionin përkatës, në rastin fjalë, në prokurorinë e posaçme. Zhurmë, llafe dhe asnjë gjë. Tani nuk më takon merre me këta se pat që ikën, por do i thoja një këshill, po të kishin mbetur syresh prej tyre këtu, që mirë është që kur mbarojnë konferencën e kryetarëve, ata që marrin pjesë në emër tyre, nga kryetari i grupit tyre që as nuk dënoi të vinte këtu, edhe pse kishte për detyrë për shkak debatit që u mbart, të vinte këtu dhe të informonte. Është marrë vendimi që do ikni. Është marrë vendimi që do ikni. Se nuk e ke marrë vesh. Tani që ta Erjo, që ta mbyllim nese, ai do silli kastravec herës tjetër. Dakor, speca. Gjova tani, ti kthem disa përgjigje. U çua një deputete e para, edhe tha, keni shkelur kushtetutën. Ndërkohë që këta janë drejtuar gjykatës kushtetuese për çështjen fjalë. Pra ti, kur mendon që një palë ka shkelur kushtetutën, i e drejtuar gjykatës kushtetuese, prit shprehet gjykata kushtetuese që thush është antikushtetuese kjo që ka ndodhur. Po ti nëse ke prirjen që të bësh vetë gjykatën, kjo pastaj është problem i arsyesh pse je këtu, në këtë sallë. Dhe ne kemi mirëpritur kërkesën e tyre për shkuar në gjykatë kushtetuese. Për atë që jam shumë i qetë, unë, si kryetari i kësaj shumice, të gjithë këta deputet që kanë votuar që kuvendi ka votuar ndryshimet në rregulloren e kuvendit pikërisht për t'i hapur një etapë të re jetës kuvendore. Kemi ngritur 11 komisione dhe kemi bërë diçka që në fakt me këta, po ç'kishte nga këta, që kishim rënë dakord këtu 4 vite më parë, për t'i ndryshuar dhe për t'i dhënë një rol të ri kuvendit. Komisionet kuvendit. U ankuan këtu dhe madje edhe vlerësoj faktin që kolegu im Fatmir Xhavaj nuk reagoi, as nuk theu përgjigje, se tha deputeti, tha komisioni Xhavaj. Fatmir Xhavaj është një prej antarëve kryetari i komisionit. Një komision i cili është dashur prej kohësh kuvendit, në fakt do duhet ta kishim ngritur që kur rregulloren e kuvendit futëm nenin për peticionet. Sepse ishim i vetmi kuvend, i vetmi parlament në Europë nëse doni, që nuk e kishim një komision posaçëm për trajtimin e kërkesave nismave qytetarë. Edhe pse kemi nenin rregullore peticionet. Dhe këta kanë votuar.
Po s'dim që kanë votuar asnjëherë dhe sot bën disa propozime, janë të vetmin në botë që bëjnë propozime dhe nuk rrin për të votuar propozimet e veta. 3 propozime erdhën nga këto. Në konferencë kryetarëve ram dakord që një çështje raportimin e Institutit Studime për Krimet e Pasojave të Komunizmit, ta kalonim nga komisioni që drejtohet nga zonja Tabaku te komisioni që drejtohet te zonja Zhupa. Ram dakord, erdhëm këtu zunë me njëri tjetrit. I pat. U çua zonja Tabaku, tha jo, unë s'jam dakord me t'ja kaloj. Edhe pse kryetari i grupit parlamentar tyre tha jam dakord. Erdhëm këtu gënjyen dhe tha si jemi dakord. Jo, ishin dakord. Madje për vetëm gjë që u ankuan, ishte jo për raportimin e institucioneve. Për raportimin e institucioneve nuk ka asnjë arsye për të mos qenë dakord, sepse Kuvendi i Shqipërisë në këtë mandat, në këtë legjislaturë të 11 duhet t'ia ndryshojë faqen raportime. Mjaft më me një histori të vjetër ku mblidhen ato komisione, dëgjohen aty, bëhet një raport, bëhet një rezolut dhe atë rezolut në Kuvendit nuk e merr në refene veta institucioni, jo më gjitha autoritetet e tjera, sepse Kuvendi është autoritet më lart. Jo, ne do ja ndryshojmë faqen raportimeve. Kjo është thjesht vetëm fillimi. Kjo që do të ketë 2 komisione përgjegjës. Pra komisioni që e ka mbuluar në mënyrë tradicionale dhe përfshirja si komision përgjegjës i komisionit për nismat qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale është gjëja më e mirë që po bëjmë. Mbledhjet do të jenë përbashkëta dhe nëse nuk do të ketë dakordsi për drejtimin e mbledhjes është kryetari i Kuvendit ai që e përcakton kush do të drejtojë, po jam i sigurt që do të gjehet gjuha dhe kam folur edhe me ata se këta kur nuk janë në televizor janë ndryshe. Dhe besoj që do t'i japim drejtim kësaj çështje. E fundit që kam sa i përket shkarkimit të kryetarit Kuvendit përsëri gënjyen. U çu një deputet aty dhe tha nuk është mbledhur konferenca e kryetarëve për këtë çështje, ishte në mbledhje. Ishte në mbledhje dhe kryetari i Kuvendit tha nuk mbledhet konferenca e kryetarëve, mbledhet Këshilli i Legjislacionit i cili do mbledhet të javë. Erdhi njëra nga fundi tha, dëgjoj tha, nuk ka të drejtë opozita për mocionin me debat. Por emocioni me debat do shqyrtohet nesër, nuk ka hy fare, nuk është këtu. Nuk është shqyrtuar, kur të shqyrtohet, do të flasim. Dhe i dëgjova me vëmendje dhe për protestën e njoftuar të 17 tetorit. Unë uroj që Tritan Shehu ta ketë pasur serioze atë që tha, sepse për herë të parë, pas kaq shumë vitesh, flet një përfaqësues i Partisë Demokratike për komandantët e UÇK-s që ndodhen në Hak. Jam i sigurt që Sali Berisha nuk ka folur dhe as nuk ka për të folur kurrë për komandantët e UÇK-s, sepse të gjithë e dim arsyeën e Sali Berishës ndaj UÇK-s për shkaqe që atëherë Tritani bënte drejtorin e Shqiponjës kur furnizonte Sali Berisha me naftë, kontraband, makinerin vrase të Slobodan Miloševićit. Por, si kryetari i grupit parlamentar i kësaj shumice parlamentare i Partisë Socialiste, e vetmja parti që nuk ka pasur ndonjëherë luhatje në qëndrimin e vet ndaj vlerave tona kombëtare, por edhe ndaj luftës shërimtare të vëllezërve tanë të Kosovës. Ne mbështesim thirrjen e shoqatës së veteranëve të luftës për çlimin e Kosovës dhe sigurisht që i bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të marrin pjesë. Kushteve që vun këta, imagjinoni, edhe për këtë çështje vun kushte. Na vun kusht që ne duhet të mbledhemi këtu të diskutojmë për çfarë, që ju deputet e rinj për ta ditur, me iniciativë të Partisë Socialiste janë miratuar 8 deklarata dhe rezoluta për të mbështetur luftën çlirimtare të popullit të Kosovës. Kështu që rrini qetë, ne kemi bërë detyrën tonë, këta kanë pasur gjithmonë një qëndrim jo pozitiv ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndaj 4 komandantëve të UÇK-s të cilët ndodhen Hak padrejtësisht. E kam të drejtë personale të them, janë padrejtësisht sepse nuk ka asnjë provë që rëndon ndaj tyre me ato palo dëshmitar që po serviren. Prandaj, nderuar deputet, në fund të kësaj fjale, ju ftoj ta miratojmë kalendarin zoti kryetar siç ishte, por shkak se këta nuk kanë as dinjitetin institucional që të rrinë sallë të mbrojnë propozimet e tyre, të miratohet siç u miratuan konferencë kryetarëve. Faleminderit.